Tashmë jemi në këndin tonë të gatimit bashkë me zonjën Vjolla, si që e këshini tryezën e kemi plotë e për plotë sot. Sot? Tryeza jonë Kemi nxirë 2 receta plotëri për ditë. Kemi nxirë 2 receta në të njëjtën kohë. Po, patjetër. Prandaj e thash plotë e për plotë. Atëherë, prezantojmë recetën e parë. Do të bëjmë qep të mbushura, jo me mish të grirë, por do t'i mbushim me kërpudha, do t'i mbushim me pak oriz, qep, nejse, po i them për bërësit. Atëherë, për të realizuar këtë recetë, na duhen qep. Si pas dëshirës, nëse do gatuani një gatim tjetër, si që do gatuaj dhe unë një supë, do të mjaftonte një qep është mjaftueshëm. Me pak salcë. Nëse nuk keni gatuar gjë, mund t'i bini shkurt, mund t'a shoqëroni me një kos, me një gjë tjetër, atëherë do të merrni 2. Prandaj shumëzojni, pjesojni vetë. Domethënë ka ardhur që nëse deri tani qepën e kemi përdorur si pjesë përbërëse të gjellëve dhe gatimeve të ndryshme, sot është bretresha. Bretresha është qepa gjithmonë, bëj një gjellë pa qep, nuk del fare e shishme. Po, është e vërtet, Niki. Atëherë, unë kisha planifikuar 4 qep. Mirë po, këto qep të mëdhaja, mi nxorën këto qepët e vogla nga brenda dhe thash pse jo? Po i mbush edhe këto edhe pse janë të vogla. Pra, 6 deri në 8 qep, ndoshta edhe 4 qep. Do të merrni 150 gram prash proshut, do të merrni kërpudha, 300 gram kërpudha, qepën që do të hiqni nga brenda do ta grini në kubik, do të merrni 1 filxhan kafe oriz, gjysmë të zjerë, e kam unë këtu, nuk është i pazjerë, domethënë nuk rritet me volumi i tij. Një 2-3 domate do t'i grini në rende, domethënë t'i bëni gati si pure. Një gjysmë tufe majdanos, 2 thelbi hudhër, do të hidhi dhe pak salcë, unë kam salcën pelargos, dhe në fund fare, në 10 minutin e fundit, ky tasi është shkëndej, në 10 minutin e fundit, para se të përfundoj e gjithë gatimin në furr, do t'i vendosim në furr, do t'i vendosim nga një fetë me djathë mozzarella që do t'i mbylli si kapak dhe do të shkrimbi mbi qep. Mbushjet, ashtu si që ke kërpurdat, ke qepët, ke specat, ke patëllxhanët, edhe pse është i njëjti ingredient, mund të jenë të ndryshme. Pra, si që tha Niki, është kryefjala e recetës sot është qepa, por sot thash do ta mbushim me si do të veprojmë. Do të marrim qepën, do t'i pastrojmë, do t'i vendosim në ujë të valuar për sa? Për 2 minuta, duke vendosur si ke domatja një kryq mu në qendër, ose mundohemi që ta gryje me një thik me maj, me një thik të tillë, unë e gryva pak. Nuk mund t'i heqim të gjitha pjesët, rrafët e qepës në fillim. I heqim nga uji i valuar, punë që unë e kam bërë para përgatitore, dhe i heqim duke vendosur pak gishtin, duke i vendosur shi me një herë del, kur qepa fillon dhe zbutet. Kështu do t'i heqim, pra, të gjitha rrafët e qepës dhe do të lëm vetëm 3 rraf, do më thënë 3... Aqë sa më të mbaj mbushjen, do më thënë... Po, që të jetë si mur, pra, për të mbajtur mbushjen. Nëse ndonjërit nga ju është qarë pak më tepër në fund, atëherë presim një qik qep. E arnojmë. Po, e arnojmë, edhe kështu. Po, mund të lëmë dhe ashtu se ingredientët janë të plotë. Ka kishte qepët pastaj këto të brëndshmet, sigurisht që nuk do t'i hedhim, unë i kam prerë në kubik. Po, se ne kemi mbushur lloj-lloj perime, speca, patëllxhan, edhe shumë perime të tjera, të qepës kemi arritur ndonjëherë. I kemi përdorur për t'i gatuar ushqimet e tjera, por është interesant. Pra, kjo është qepa, qepa që ne do të kalojmë edhe njerë në tigan. Do të vendosim një tigan të thellë, ku fillimisht do të hedhim 2 lugë vajuliri, dhe më pas do të hedhim proshutën, ta kaurdisim pak. Pra, të gjithë përbërësit do të kalojnë një herë në vajtë nxehtë. Atëherë kjo na bën çik më shpejt. Do të punojmë paralel. Anvisat nuk do të më paragjykojnë për këtë, për arsye se do një kohë që të zjenë, këtu do të bëjmë në pjesën tjetër, po këtu është një supë me legume, unë kam këtu dhe bishtaja, nuk gjeta bishtaja të freskëta, jeshile, po, kishte po të verdha. Mua më duheshin jeshile, kështu që i mora të frigoriferit, kemi thjerza të kuqe, po, kemi
nëse karota është e madhe, kemi thënë 100 herë këtë një karotë madhe, kur japim variantet 1 ose 2, ose 2 karota të vogla të njoma. Kemi një thelbi hudhër, një qep të vogël, kemi prap ajk kosi ose salc kosi, dhe një gjysëm dege majdanos. Dege majdanos. Këto do t'i vendosim në tenxhere, do t'i kaurdisim të gjithë përbërësit. Pra, fillojmë qikë këtu një. Në mënyrë që thjerëzat mos gatuhen vetëm, si që gatuajnë fasulet, apo jo zënjeve, zakonisht në visat këtë teknikë përdorin për gatimin e thjerëzave. Njësoj si që kaurdisin me Po, unë nuk e di a i ka, me karotën mund të kenë kombinuar, por nuk e di a i kanë kombinuar në njerë me bishtajat. Prandaj, dhe salca e kosit jep një shije, nuk do të bëhet një supe hollë, do t'jep një gatim sigurisht që do t'hajtë, po, do t'konsumohet me lug, jo me pirun, por do t'jetë pak e plotë. Salca besu do t'ja ndryshoj pak ngjyrave portokalli që kemi të supa, po t'a shojmë në pjesën tjetër kur t'a gatuajmë. Po. Tani, këtu bëjmë gati dhe hudhrën. E grim 2 thelbi hudhrë. E hudhrën e grim shumë imët, që të depërtoj komplet në pjesën e mbushjes. Se dhe proshutës që kemi edhur. Kërpudhat shof, zonja Vjoca, që i ke kulluar dhe i ke tharë mirë. I kam shpëlar, po, mund të konsumoni dhe të freskëta, edhe të konservuara. Po, unë sot i mora të konservuara, mbasi më duhesh më tepër kohë për të përgatitur, e ka urdisim qik qepën, qepa duhet zbutur mirë, të shpraj pak duart. Hudhrën edhe. Janë shumë të shishme, unë i kam gatuar dhe me... Ke provuar në parë këtë recept? Po, sigurisht. Ke provuar në shtëpi? Unë asnjë recept nuk e gatuaj këtu, pa e provuar në shtëpi, po zakonisht i kam pas bërë me mish të grirë. Me mish të grirë. Por me thënë të drejtën... Dhe vete the që mbushjet janë të ndryshme. Po, duke menduar që të largohemi sa më shumë nga mishi i kuq, mund të kishim edhe pancetën, ta bënim atë pancetën krokante, por mund të bëhet dhe pa proshut fare. Unë e kam provuar dhe pa proshut dhe më ka shijuar shumë. Edhe pa shumë element, mund t'jetë vetëm me një përbërës, mund ta heqim. Mjafton ideja. Këto të tjerat nuk jap garanci që mund të heqim ndonjë nga ingredientët, por edhe pa proshut komplet vegetariane, mund të gatuhet dhe gatuhet shkëlqyshëm. Tani, do të hedhim këpurdhat, me që nëse do të ishin të freskëta, do të hedhja në këtë moment. Me që janë të konservuara, mund t'i hedhë në një kohë më të vonshme. To kanë edhe një sasi kripe kanë për shtypjen. Janë shplarë, këtë mund t'a provojmë. Ju largohet kripa në fakt, po ta kemë parasysh? Po thuaj se është, ato kanë kaluar, si të themi, në një temperaturë shumë të lartë. Po, dhe sigurisht. Dhe janë, po thuaj se të gatuara, kështu që edhe orizën e kemi gjysëm të zjerë, kështu që të gjithë ingredientët i kemi gjysëm të përgatitur, edhe qepën. Kështu që nuk do të na duhet në një kohë shumë e madhe. Në furr. Në furr, po si zakonisht që ne bëjmë ato gatimet tona, ke 30-40 minutë. Në temperaturën 200 gradë. Në unë do ta vendos djathtin mbasi të kalojnë 25 minuta. Po. Pjesën më të madhe të kohës, jo t'i lëmë. Po, 10 minutë në fundit, kur t'i vendosit ai djathti si ka pak, do shkri dhe do të marrë dhe një pamje shumë të bukur, dhe majdanozin do t'hedhim pak tani dhe pak në fund fare. Do thot në njëri nga ju që pse nuk e hodha komplet domaten. Pjesën tjetër të domates do t'a hedh këtu që të zjejnë në... Të mos ngjiten dhe të mos thahen deri në fund. Ju të gjithë e dini që unë nuk i gatuaj deri në fund, madje kam thënë dhe njërë tjetër, kam pas kontradikt me nënën time, që i kalon të specat i regulonte. I linte shumë në sobë. Po, i skuqte. Sigurisht që ato bëhen shumë të shishme, mirë po, dhe këj varianti im që unë nuk hedhuj, nuk bëj asgjë, punoj vetëm me lëngun e perimeve, mund t'jere faqe bardhë, me thënë të drejtë, më shijojnë shumë. Po është dhe varianti më i shëndetshëm. Po, sigurisht.
Besoj se ke patur më shumë parasysh këtë pjesë. Tani dhe ajo më thot mua, si këto patlıgjanat i zemë, ti bëjmë, ti skuqim, jo, themur, i merte i ka urdiste të gjitha. Mirë po, shëndeti është shëndeti dhe shëndeti është i pari, puna është e dyta. Një herë, dy herë mund të bëhet, po jo gjithmonë për shëndetin. Duhet të ekuilibrojmë pak a shumë me që brezat e ri po vinë, tani e rregullojmë një çik tavën. Unë kam vendosur vetëm një lugë vaj ulliri, një lugë, jo më shumë vaj ulliri. Tani, po thuaj se kima është gjysmë e gatshme. Do të hedhim kërpudhat. Edhe me këto gatime dhe këshilla që zonja Vjollca jep, besoj se i kemi edukuar pak a shumë shihet e publikut dhe të anvisave, për të gatuar dhe ato shëndetshëm, nëse deri dikur mund të gatuanin rënd, le ta themi rënd në kuptimin e skuqjeve, përdorimit shumë të gjërave të skuqura apo të hedhjes së pamas i ndyrnave, besoj se kemi edukuar pak a shumë në këtë formë. Ushqime na shijojnë shumë. Kur them shumë. Unë kam hasur dhe anvisa që thonë, e si u bë kjo gjella për 20 minuta, po ja pra shumë bëhet gjella për 20 minuta. Mjafton të dim sa do rizi, sa do kjo, se po e le ajo çfarë do, ti hedhuja është e rënd, ti hedhuja është... Dhe i hinë gjitha vlerat. Bravo, i ikin të gjitha vlerat. Mirë, shkëputemi për pak publicitet, zonja Vjollca, dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën tonë. Ka publicitet shumë të shkurtër. U rikthyem, përveç recetës së parë të qepëve të mbushura, do të përgatisim edhe supën, të cilën do ta nisim gjysmën e saj ose pjesën më të madhe për t'u shpjeguar anvisave që në këtë pjesë të parë, kështu që qëndroni për ta mësuar edhe recetën e dytë të përgatisin anvisat edhe përbërësit apo jo zonja Vjollca, sepse ke nisur pak a shumë me të dyta. Kam hedhur vetëm 2 lugë vaj edhe një kokër qepë të vogël. Hedhe dhe hudrën. Çfarë është kjo supë? Ja dhe njerë përbërësit, për t'ja kujtuar anvisave që tani e hapon ekranin. Është një supë me legume kryesisht, apo jo? Me thjerza, ku pjesë përbërëse janë 150-200 gram thjerza, 1 ose 2 karrota të prera në bastune, në shkopin, në gjatësinë e bishtajave të holla. Kemi 150 ml ajk ose salcë kosi, pak majdanos, dhe këtu 700, këtu ka 500, po do hedhim përsëri pak ujë, 700 ml lëng perimesh. Pra, tani gjithë shka këtu po përfundon ke receta e parë. Për mbushjen e qepëve. E ullim temperaturën dhe do të hedh vetëm orizin që është gjysëm i gatuar. Salcë pelargos odhëm aty? Këtu kam hedhur pak, po do të hedh edhe shumë pak, po aty tek domatja. Ja. Nuk kemi hedhur krip. Këtu do të hedhim karotat. Po e trazoj salsën me gjithë pjesën e domates dhe kjo do idheshe në tava, po jo? Po. Mi ka urdis një çik sa të gri pak majdanos. Pra tek pjesa e supës ke hedhur qepën dhe hudhrën, apo jo? Qepën, hudhrën dhe karotat. Do të hedh pak majdanos tek receta e parë, edhe tek receta e dytë, po në një kohë më të vonshme. Do të hedh kripën. Piperin e zi. Dhe tani është gati për mbushje. E largojmë. Vendosim këtu. Dhe mbushim qepët. Ja. Do t'i lexoj përbërësit sa po të kemi përfunduar mbushjen e tyre, sepse na duhet pak kohë në mënyrë që të hedhim edhe përbërësit e supës, sepse i duhet disa minuta, apo jo? Po. Do të paktën 15 minuta, edhe supa që të zjej. Hedhim. Po me këto thjerzat jeshile, mund të bëhet kjo supa? Ndoshta do të ndryshoj sigurisht që bëhet. Në një gjyrë tjetër, apo? Ja. I lëm edhe gjysëm brokeje, e duam, të shohim pak. Ma i mep edhe ato thjerzat e tjera, se thash që nuk do të bëhet një supe holl, po do të bëhet një supe e plotë. Unë kam zanat nga një lugë, që e hedhë më tepër, i shoh me sy gjërat. Duhet kemi kujdes se
lëngu i perimeve ka krip, ka pak krip, do ta lëm tani të valoj për 15 minuta dhe në fund fare do procedojmë me gjërat e ingredientet e tjerë. Po. Tani këtu, me ndihmën e një luge, është momenti që t'i mbushim qepët. ja, Me e ato kam e lugën salcës këtu. është. E mbushim qepët. Ndërkohë që zonja Vjollca realizon mbushjen e të gjitha qepëve, unë do t'i kujtoj edhe një ranvisave se çfarë përbërësisht kemi shfrytëzuar për të përfunduar dhe për të arritur në këtë recet. Kjo recet mban emrin qep të mbushura me kërpudha, po ka edhe përbërës të tjerë të cilët janë 4 kokra qep të mëdha, 300 gram kërpudha, 150 gram proshut, 2 kokra domate, 2 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle salcë domateje, 80 gram oriz, 150 gram mozzarella, gjysmë tufe majdanoz, 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi. Këto ishin përbërësit, bashkimi të cilëve bën fuqin. Po, ato bën fuqin, bën shije. Realizon recetën e shishme. Bashkimi të gjithë këtyre baras shije. Po. Nëse na ngelet pjesë nga gjella, ta hedhim tek tava, besoj apo? Po, dhe mund ta Mund ta hedhim hedhim te tava. ashtu. Si kundër veprojmë në çdo mbushje e perimesh të tjera. Po, mund ta hedhim, po unë nuk do të më pëlqente që ta hedhja sot ke tava. Sepse duam ta hedhim vetëm Sepse dua salcën. të hedh vetëm salcën. Po mirë, këtë mbushje zonja Vjollca mund ta shfrytëzojmë për të mbushur diçka tjetër? Për më këtë e shfrytëzuar për mbushjen e qepëve. Po si jo, e mbushim. Patullxhan, spec, çfarë do të mbushim. Po, mund ta konsumojmë dhe Edhe kështu siç është i gjellë, po. Po. Ja, i mbushim pak me majë, ëh. Po, sepse sipër do të qëndrojë edhe djati mozzarella. Tani, nuk dua ta përdor këtë, se më tepër pjesë. Do t'ja gjejmë vendin, ta shohim se si mund ta shfrytëzojmë. Tani, këtu do të hedh pak fare krip. Pak krip, pak fare sheqerë për aciditetin e domates, ju e dini këtë. Do të hedh piper të zi. Majdanozin do t'ja hedh në fund fare. I trazoj këto të gjitha. Dhe kjo është si pjesë e salcës, ëh? Ja. Okej. Ndërkohë kemi hedhur paprikë, se këto do të shterojnë. Po. Ja. I kemi vënë të dyja recetat përpara. Në kuptimin që në pjesën e dytë thjesht presim që ato të zjenë dhe të piqen, në mënyrë që t'i servirim për anvisa dhe të provojmë shijen. Na ka mbetur, të lutem një thik, na ka mbetur në fund fare, pra në 10 minutë që në fundit, do të presim nga një copë djath dhe do t'ja vendosim këtu. Por jo tani, nëse do t'a vendosim që tani, djathi do të shkri vërtet, po do t'na bëjt si një pjesë e fortë, do forcohet shumë. Djathin do t'a lëma shu të butë, të mos marrin gjyrë, se pastaj kur ftohet bëhet si kauçuk. Po, si bëhet si kërst. Atëherë vendosim në furrë temperaturën 200 gradë. Ndërkohë këtu filloj të valoj supa, do ta lëm supën, të valoj për 10 deri në 15 minuta dhe më pas kur të kthehemi do të procedojmë. Ja, filloj volumi i thjerrzave të rritet, ëh? Ato do të bëmehen dhe do të bëjnë ato që thash unë më parë, nuk do të konsumojmë një supë të hollë, por do të jetë trash. Po. Kemi dhe salcën apo ajkën për të hedhur bashkë me majdanozin, kështu që në pjesën tjetër ne do të mund t'i përfundojmë dhe për t'i servirur dhe për të provuar shijen e të dyja recetave të ditës së sotme, sepse është momenti të shkëputemi. Kolegja Ola Buka do të përcjell për ju të gjitha informacionet e mbritura deri në këtë moment në redaksin e lajmeve, kështu që së bashku takohemi në pjesën e dytë. Mos u largoni, takohemi pas pak. Ditëm në pjesën e parë, ato që na kanë ndjekur anvisat që kanë qenë të vëmendshme kanë mësuar tashmë 2 receta të reja për ditën e sotme. Dhe zonja Vjollca, apo jo do na thuash se në çfarë jemi? Tani përbërësit i kemi të gjithë në tabel, i thamë që kemi bishtaja, karota dhe thjerza të kuqe. Po që janë ushqim shumë i mirë, janë të pasura me fibra. Tani ne do të hedhim këtu, siç thamë në fund, ulim pak temperaturën. Kremin, ka kaluar ai minutazhi që duhej për të zjerë legumet dhe ja, gjithçka përfundoi. Po. E lëm këtu se një çik fare më duhet në fund. Po. Tham që do të jetë një masë e plotë, jo një supë e hollë dhe është gati për ta servirur. Dhe kemi marrë të gjitha vlerat e ditës.
Proteinat, që mbetet pastaj te karota, tek barbunja? Ashtu janë barbunjat holla, bishtaja. Ja, gjithë shka është gati. është bërë tamam si kremoze, pa e frulatuar dhe pa e kaluar në blender, absolutisht fare. Ndërkohë, kemi qepët e mbushura të vendosura në furrë dhe që sigurisht ka arë momenti për t'i serviru, për t'i nxjerrë. Janë bërë, besoj, se ke parë. Nuk janë bërë, se thamë që duhen 30-20 minuta, tani si kemi vendosur djathin. I vendosim dhe djathin, i lëm dhe një 10 minutë, dhe pastaj... Oke, dhe servirim supën. Po, servirim supën, i servirim ashtu si që janë, vendosim dhe djathin. Po, vendosim atëre djathin. Salca ende vazhdon të zjej, bashkë me qepët. Ka shteruar një qik salca. Po. Ja. Dhe ngjyra, gjatë zjerjes, ndryshoka ngjyra e thjerëzave. Thjerëzave, po patjetër. Ngjyra e tyre. Ja, e vendosim pak fare këtë. Salcën këtu. Vendosin shumë pak majdanos. Dhe supa është gati. Është thjesht momenti i dekorimit të pjatës. Kjo është supa me thjerëza, karota dhe bishtaja, për cilën do të përmend edhe një herë përbërësit, në mënyrë që Anvisa ta kenë parasysh tashmë se çfarë përmban kjo recet, pavarësisht se të gjitha recetat i dhe në balkanweb.com, ne i kemi të fiksuara dhe në menun top. Një kokër qep, një thelpi hudhër, 2 karota, 200 gram thjerëza të kuqe, 250 gram bishtaja, 150 gram salcë kosi, gjysmë tufe majdanos, 3 lugë gjelle vaj ulliri, kri, piperizi, koncentrat perimesh. Kjo është menuja me gjithë përbërësit për katës. Ja, tani vendosim dhe nga një fet djath, mozzarella, djath i njom, dhe e vendosim që si kundër e thamë, nuk duhet ta lëmë shumë për të ndryshuar ngjyrë të bëhet e fortë. Jo, mjafton sa ta shohim që të shkri dhe gjithçka është gati. Ja, unë kisha llogaritur minutazhin, po minutazhin e kam ndezur. Minutazhin jo të plot, minutazhin minus 10 minutash. Po. Ja. E vendosim tani. Edhe 10 minutës në fundi, thjesht një përmbledhje do na duhet që të bënim zonja Vjolca për tavën me qepët e mbushura, duke qenë se është një recetë e re që sjellim edhe Anvisat. Nuk besoj që ta kenë gatuar shumica prej tyre këtë recetë. Një përmbledhje me gjithë përbërësit dhe mënyrën se si ne e përgatitëm. Atëherë, është shumë e thjeshtë, siç e theksova edhe në fillim, mbushjet janë të ndryshme. Siç tek patlıgjani, tek speci, ashtu dhe tek qepët. I mbushim me mish të grirë, ato mbushjen klasike që e bëjmë zakonisht, mund t'i mbushim madje edhe me mish pule, edhe me mish. Mund t'jetë një variant i tillë. Unë zgjodha këtë recetë, personalisht e kam gatuar dhe më ka shijuar. Atëherë, do të marrim qep, secili nga ju e di, mund të marrim dhe nga 2 për person. Qepët duhet të jenë të rumbullakta, jo të shtypura shumë, për arsye se do të hiqet pak fundi edhe pjesa e sipërme. Mbasi qërojmë qepët dhe i vendosim në ujë të valuar për 2 minuta, duke ja u hapur një grop në mes me një majë thike dhe i vëmë përmbys. I heqim me një herë dhe i vendosim në një enë që të kulloj nga pjesa ku ne e kemi prerë. Kullon dhe i lëm të ftohet. Me majën e një thike dhe duke e ndihmuar me dorë vetë, dalin shumë thjesht petalet e qepës. Lëm vetëm 3 radhë qep për të lënë si mure që mos të na përvishet ose mos të na imbaj mirë mbushjen. Atëherë, qepët e brendshme, është shumë e rëndësishme se me këtë do të fillojmë, do t'i grim holl. Ato nuk janë pothuajse të zjera, vetëm sa janë zbutur pak. I presim në kubik dhe i lëmë njanë. Marrim pak pancet ose prosciutto, ose se marrim fare, e presim në kubik dhe hedhim në 1 lugë, 2 lugë vaj ulliri. I ka urdisim pak dhe shtojmë qepën. Mbas saj do të shtojmë 2 thelpi hudhër të grirë shumë imët. I ka urdisim së bashku,
fillimisht, mos harojmë dhe një filxhan kafeje, oriz, do ta zjem, nëse orizi do 14 deri në 16 minuta, ne do ta zjemi 7 minutë. Okej, gjysmë për gjysmë. Gjysmë të zjerë, po, që mos të na mbetet fare kokër, dhe mbasi ka urdisim qepën, hudhrën, hedhim orizin aty brenda, hedhim, nuk ka radh, nëse karrota, nëse kërpudha do t'jenë të freskëta, do t'hidhen më njëherë mbas qepës. Nëse janë të konservuara, atëherë nuk ka fare radh, mund t'hidhen ose orizi ose kërpudha, për arsye se ajo është e gatuar. Do të grim 2 domate në rende, do të bëjmë pa lëkurë, sigurisht. Do ta bëjmë një si pure domate. Do të hedhim dhe puren e domates, me njëherë, mbasi të kemi hedhur dhe orizin dhe kërpudhat, pastaj do të hedhim, do ta shohim për krip dhe piper të zi. Në fund fare do të hedhim dhe majdanozin. Të gjithë të mas do ta lëmë që të valojë një çik, dhe më pas, gjysmën e domates do ta hedhim tek tenxheria. Gjysmën do ta lëmë për ta hedhur si salcë për të servirur. Aty hodhëm dhe pak salcë pelargos në tek domati, tek të dyja, edhe tek tenxheria hodhëm salcë pelargos, edhe këtu mbasi është një pure edhe salcë, është e gatuar, nuk i ka humbur absolutisht fare vlerat ushqimore dhe jep më forcë dhe më aromë. Ajo vetë salca është mund përdorë dhe për makarona, për pasta, shumë e mirë. Atëhere i radisim duke lyer tavën me vaj, i mbushim me këtë mbushje të gjitha qepët dhe në fund fare do të hedhim salcën. Salcën e rregullojmë pak me krip piper të zi dhe një majluge sheqer për të hequr aciditetin e domates, i vendosim në furn temperaturën 200 gradë për 40 minuta. 10 minutën e fundit, bëjmë këtë punë që bërëm ne tani në fund, djatin mozzarella nga një fetë, e hedhim sipër dhe pak majdanoz, dhe ju bëft mirë dhe të lumshin duar të zonja Vjollca. Jo, bëft mirë, ju lumshin duar basi ta shijosh. Patjetër, po të lumshin duar dhe për punën që bëre derisa e sollëm këtë recetë për anvisat, kështu që i kemi ardhur në ndihmë anvisave të reja dhe të vjetra për 2 recetat të reja. Besoj se ky shpjegim ishte i mjaftueshëm dhe i domosdoshëm për ditën e sotme, sepse edhe në balkanweb.com mund të klikojmë për të mësuar shumë receta të tjera për gjatë gjithë javës që ne hedhim aty jashtë. E shihni dhe portalin në ekran, përveç informacioneve të vazhdueshme, të cilat sugjerohen dhe ka kolegët e informacioni dhe ju e klikoni faqen më të lexuar sa i takon informacioneve, është rubrika gatimi. Klikoni për të mësuar sa më shumë receta. Idhen dhe videot e bisedave tona, kështu që unë do më mbetet vetëm për të provuar supën, sepse qepët kanë edhe pak kohë për të gatuar. Edhe supa është një recetë e re, se ne nuk e kemi prur ndonjëherë të kombinuar me bishtar. Po, edhe 2 legume, po, bashkë me njëra tjetrën. Mund të kemi përdorur veç e veç se cilën prej tyre, por shija besoj ka marrë një aromë karakteristike, më ngjan me ato supa që na ke sjell dikur, po që bën gatimet e huaja, të njëjtave kemi patur gjithmonë këto udhëtimet në shtete të ndryshme. Më jep një aromë, më kujton diçka. Nuk e di se çfarë më kujton nga këto aroma. Ty e kam seriozisht, po më duket. Kjo recetë nuk është e huaj, është recetë që e kemi sajuar kështu vetë. Dhe është e sajote. Po, merre si duash. Mua më shijon shumë. Okej. Po të paktën, mua më ngjan dhe pak tradicionale dhe pak shumë elementë të tjerë modern. E rëndësishme është që ka mjaft vlera ushqimore. Sepse kemi karotën, kemi është shumë e pasur dhe me fibra, po shumë. Thjerëzat po ashtu zëndësojnë mishin, njësoj si fasulet, ka proteina të mjaftueshme, kështu që zonja Vjollca i bën llogarit mirë, le të themi, edhe matematikore, por edhe të sa i takon kalorive dhe vlerave për të sjell tek anvisa dhe tek shikuesit. Unë kam një sy andaj sa nuk dua që do ta nxjerrim që ta mbushim tavolinën, po. Më pas për pak minuta, sepse tham që vetëm sa të shkrim mozzarella, apo jo. Ne mjaftueshëm e lam. Ka shkrirë dhe është bërë si kupor. Ja, shikon? Ja, kjo është. Shko se unë në gjitë pak kjo. Edhe kjo kur në gjitet, ja, një sekund se e regullojmë me thikë. Ja, këta e lajmë tani, e heqim edhe. Shojnë edhe anvisat. Ja, kjo është. Pra, mozzarella i del si një pjesë kremi. Mendoj që
mund të kishim bërë vetëm diçka, mund ta linim edhe pak që të thahej domatja. Po, të mpiksesh e pak. Po unë doja që ta servirja deri në fund. Unë doja shumë ta provoj këtë, por shumë e nxehtë sepse s'kam ngërë ndonjë qep të mbushur. Nuk provohet, po vetëm për të parë se si është qepa, ja, përderisa thika hyn lehtë, qepa është bërë, pothuajse si tru e kam unë atë shprehjen. Është mos e domosdoshme edhe ky djathi, në fakt se sikur e mbledh edhe i jep edhe është e këndshme kështu si gatim. Faleminderit shumë, zonja Vjollca, për gjitha që na solle sot në këndin e kuzhinës. Ne do të shkëputemi, besoj tani, do takohemi me anvisat në ditët në vazhdim. Do të shkëputemi për publicitet. Më pas do takohemi sërish së bashku në pjesën tjetër të Villa 24. Mirupafshim.